Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela për të gjithë ju që po i shihni videot e mia për herë të parë. Mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam menduar të hap një vlog të ri, është ditë e enjte, edhe siç e keni parë edhe besoj për ata që jetojnë në Tiranë, e dini se çfarë shirash ka pasur këtë ditë, edhe sot është nami, bie shumë shije dhe fryn shumë erë. Por kjo nuk na ndalon të bëhemi gati dhe të organizojmë ditën, të bëjmë gjëra që ne kemi qef. Tani, siç e shihni, unë jam ulur këtu tek dhoma ime e vogël, e fëmijëris, edhe do rregulloj flokët, edhe pse bie shi, unë nuk e di pse zgjedh ditën e shirave për të rregulluar flokët, por pse jo, thash t'i bëj me mash, me pjastrën, edhe i bëj me onde. Shpresoj që shiu mos të na i prishi. Edhe do dal sepse të diel ne kemi festën e Bajramit, edhe kam menduar që të bëj një baklava. Do ta bëj për herë të parë vet, me petë të blera, nuk do t'i hap petët vet, se nuk kam hapur ndonjëherë petë për baklava. Gjithmonë e ka bërë mami ime dhe kam menduar që të bëj një baklava të vogël, duke qenë se do shkoj nga prindrit e Xhesit për ta festuar. Dhe do dalë të blej peta, do blej arrat, do blej dhe 1-2 gjëra të tjera që më mungojnë, edhe për sherbeti më duhet sheqer, duke qenë se s'kam bler sheqer fare. Dhe do vi në shtëpi, do bëjmë njoki, kam menduar të bëj njoki sepse kam aty disa patate që po t'i la komado prishen fare, edhe do t'i zjejmë dhe do t'i bëjmë njoki, do t'i bëjmë me djathra edhe me pana. Unë kam nisur ditën time me një ujë me faraçia edhe me limon, ndërkohë bëra edhe atë tasin me kos, me tërshër dhe me fruta, por e kam lënë që të zbuten akoma, sepse nuk më pëlqen kur tërshëra është e fortë, granola në fakt kam, jo tërshër. Dhe thash sa të bëjmë gati unë sa të rregulloj dhe flokët, ajo është zbutur. Ha atë edhe dalim vrap e vrap. Sot nuk po shkoj tek pasticceria, sepse ndjehem pak si e lodhur, jo e frymzuar, edhe është një nga ato ditët që nuk të bëhet asgjë, vetëm do që të rish në shtëpi, por duke qenë se më duhet të blej gjërat për baklavan, detyrohem të dal nga shtëpia. Do pi edhe një kafe vet, dhe kështu e kam menduar ditën e sotme. Tani po vazhdoj të bëhem gati, se dhe pjastra u nxe, edhe shihemi pak më vonë. Sa po erdha në shtëpi dhe siç e shihni, flokët I kapa nga që më janë fryrë nga shiu edhe më rovt që ndonja 1 orë duke u marrë me to në mëngjes. Ju tregoj tani shpejt e shpejt se çfarë kam bler.
u futa tek Toptani dhe tek Euroshop Mishi. Mora këto 3 si tip fikash që janë për të pastruar karotat, patatet, perimet të ndryshme, duke që se nuk e kisha një të tillë, edhe janë goxha praktike. Gjithashtu një gjë që më pëlqeu ishte edhe ky miksi i erësave të ndryshme perimesh, që është si punë e magit, që janë për gjellra të ndryshme, janë edhe këto, si veget, jo si veget besoj që është, janë të përsira edhe ka, nuk e di sa gram janë, po që 250 gram, besoj se do jenë të shishme për t'i përdorur në për gatime të ndryshme. Nuk e di pse duken gjysmë kokë, po duhet të ri pak më këtej. Më pas në supermarket, si që thashë do bëjmë baklavan, sot do bëjmë baklavan dhe nese do t'ja hedhim shërbetin. Mora këto petat e baklavas, që janë greke, Dimitra. Do t'i lë jashtë që të shkrinë, në fakt gjatë rrugës janë shkrirë goxha, po që duan akoma. Sa unë të bëj drekën dhe ta ha, ato janë shkrirë. Gjithashtu, bleva, ara, janë këto arat paketimet kështu. Besoj se 2 pako na mjaftojnë, se nga që një tepsi të vogël do bëj. Ishin këto hurmat e Arabis diku tek 900 lek me ofertë, edhe u fiksova, edhe e mora, që të kem për t'i ngrënë dhe njëherë, për më shkon mendja për sheqer. Gjithashtu, mora një krem pana për njokit që do bëjmë, do na duhet për salcë, nuk do ja shtoj të gjithën, se unë nuk do bëj shumë. Mora sheqer që do na duhet për sherbetin nesër. Ka marrë një miell që ka hapur pak më duket, por mora një miell këtu që është për të gjitha përdorimet, edhe gjalpin që do na duhet për baklavan prap. Edhe gjëja e fundit, mora këto thjerëzat e kuqe. Unë gjithmonë përdor thjerëzat, janë ato paketimet greke, sepse nuk më pëlqejnë këto të tregut shqiptar, do me thënë këto të utës, se nuk e di se çfarë të tjera shka, por mora këtë thjerëzat e kuqe, sepse kam parë në Instagram një recet nga Ami, për një bukë me thjerëza. Duhet t'i vendosim thjerëzat 24 orë në ujë, që të përgatisim këtë bukën. Nuk e di ta përgatis, t'i vendos që sot në ujë dhe ta përgatis nesër, apo ta përgatisim në vlogun tjetër. Do ta mendoj, edhe më duk shumë e shishme si bukë nga syri, edhe do ta përgatisim. Kam thënë shumë fjalën edhe, por çka të bëj tani? Sa ta heq të fiksimin, do vazhdoj ta përdor. Tani t'i vendosim gjitha në përvende. Do filloj me përgatitjen e drekës, duhet t'i qërojmë patate, sepse kam filluar që të prishen, t'i zjem mirë dhe të filloj me përgatitjen e njokit që po vdes për të ngrënë. Harrova që t'ju thoja, unë thash do dalë do pi një kafe vetëm, por u kujtova dhe i shkruajta një shoqes që e kam njohur tek pasticceria, edhe pivëm kafe bashk. Unë pastaj vazhdova punët e mia në supermarket, ajo iku te puna, edhe kështu. Ja kaluam shumë mirë, shiu nuk ka pushuar një sekond. Këto ishin ato që doja të thoja. Nuk e di se ç'do doja thoja edhe diçka tjetër, po kur të kujtohem do hap kamerën dhe do ja u tregoj. Qa doja të tregoja është që tje, ishte nata e kadrit, edhe duhej bër halv. Disa thonin po, disa thonin jo. Por duke qenë se mua më ngrit mendja për halv dhe bëra shumë pak, do më thënë edhe njerë sa kjo, do më thënë një e plot, edhe shikoni pak sa më ka ngelur. Mendoj ta ha tani se nuk e ditë, s'është mirë që po ha para drekës, por kam pak uri, do ha një 2 lugë.
doli shumë e shishme dhe bëra shumë pak si që shihni, vetëm pak gjallë, 2-3 lugë miell, i hodha ara të thërmuara brenda, i hodha dhe nga jashtë, sheqerin edhe pak ujë edhe doli super e mirë. Nuk e kam tepruar me sheqerin se nuk e kam qef në fakt shumë të sheqerosura gjërat. Në fakt unë kam bërë këtë, por nuk e di pse më është fiksuar të përgatis edhe një kek të thjesht me vanilje, ja pasha Delës, shoqes time, e kishte bërë ajo dhe duke nga syri që ishte shumë e mirë, edhe tha që kishte dalë shumë e shishme, më fiksua dhe mua, ja mora asaj recetën, se nuk është se dim çdo lloj recete, apo i shpikim nga mendja, kështu që ja mora asaj recetën e atij kekut që kishte bërë, ishte shumë i thjesht, por nuk e kam bërë, kam 1-3 ditë që e kam marrë recetën dhe nuk e kam bërë akoma, jo half, jo bëj baklava edhe kështu, por në qoftë se e bëj, do ta bëj pa sheqer, do ta bëj me mjalt, edhe qumshin që tonte, mielin edhe vanilje, kaq. Tani nuk e di, do ta bëj sot, do ta bëj nesër, ndonjë ditë tjetër nuk e di, por për momentin do ha këtë hallvin që kam këtu, edhe të shohim se çfarë do bëjmë. Momenti shumë pritur erdhi, tani do përgatis baklavan, pasi hëngrat e drekën, bërë ato njokit që ju thash dhe dolën shumë të shishme. Në pjatë dukeshin si shumë, por i hodha që të gjitha edhe ishin bërë shumë të shishme, ja u sugjeroj që ti përgatisni edhe ju. Tani, do filloj me përgatitjen e baklavas. Kam këtu petët që kam marrë, janë këto petët që ju tregova që në fillim.
Janë shkrirë plotësisht, duke qenë se ishin në ngrirje, siç i bleva. Pyeta mamin se në çfarë temperature duhet i pjeke dhe sa minuta, domethënë sa orë, jo minuta. Po i shikoj këto pete, domethënë, por paketimi thot 450 gram, por nuk e di se sa fije pet janë. Por do shikoj se tek cila tavë do ta bëj baklavan. Do t'i kryjmë të gjitha këto ara, do shkrim edhe gjarmin dhe fillojmë me hapjen e baklavas, me zi pres, të shikoj se si do dalë, sepse është hera parë që unë përgatis vetë baklavan në shtëpi, edhe pse me pecë të blera. Sofra, tô com papai Ribeiro, não pedindo saúde para hoje.
derisa të filloj të ja pjek me 180 dhe do shikoj më pas se sa minuta sa orë do të. Përshëndetje nga dita tjetër. Në fakt, unë tani sapo jam kthyer në shtëpi, isha tek pasticceria. Nuk kam regjistruar në një gjë kush e di sot, por duke qenë se është koha me shi, kisha në plan që të dilja përsëri edhe të merrja një dy gjëra. Doja të shkoja tek Konat që të merrja bukën, edhe doja të shikoja sipër tek ETC-ja, është një dyqan Bookland, po, është Bookland ku ka libra dhe thash të shikoja njërë se çfarë librash kanë dalë. Nuk do ble asnjë libër, pa mbaruar ato dy që i kam lënë përgjysmë, që kam goxha kohë. Është njëri që quhet Rregullat e reja të marketingut dhe një libri tjetër është Dashuri në kohën e kolerës, dhe i kam nisur që të dy, kam gati rreth 2 vite, kam bler libra të rinj, i kam përfunduar dhe këto i kam lënë përgjysmë. Dhe me që koha është shumë e keqe, edhe tani po gjëmonte, po bubullinte, thash më mirë po vinë në shtëpi, duke qenë se ndënja tek pasticceria sot rreth 5 orë. Thash të vinë në shtëpi, t'ju tregoj pak baklavan që e poqa dje. Baklavaja shkoi rreth 3 orë pjekje totali. Për masa e tepsish është 28 me 22 dhe sot do t'i përgatis sherbetin. Pyeta edhe atë shefin e pasticcerisë, sepse ai di më mirë, edhe më tha, do me thënë për masat e sherbetit që duhet t'i shtojmë baklavas, që të më dali tamam siç duhet. Ja u tregoj pak tani baklavan, duket kështu. Gjesi po tallej me mua, po më thoshte ke bërë si byrek, po jam e sigurt që po të ishte këtu do kishte ngrënë gjysmën e tepsisë. Kjo është baklavaja, i kam prerë në kuti të vogla, në katrore të vogla dhe thjesht që kam bërë një vizë nga sipër që të duket pak më bukur. Edhe do përgatis sherbetin, që për sherbetin do na duhet 1 kg sheqer dhe 750 ml ujë. Ndërkohë për drekun nuk kam gatuar asnjë lloj gjëje, dje bëra ato njokit që ju thash, edhe do në shumë të mira. Ndërsa për sot nuk kam përgatitur asgjë, unë hëngra edhe atje tek pasticceria nga ca budalliqet që tani nuk më hahet më bukë, dhe mendoj që nuk mendoj asgjë, në fakt nuk kam menduar asgjë se çfarë do gatuaj për më vonë, por të shikojmë tani të merremi pak me sherbetin me baklavas. Tani unë sapo ja kam hedh sherbetin, do të ka kaluar vetëm 5 minuta që ja kam hedhur, edhe shikoni pak si është plot me sherbet. Nuk e di nëse do e pi që të gjithën. E gjitha do me thënë është ngritur sipër, edhe të shikojmë një herë. Besoj se deri nesër do jetë zbutur pak, se s'kam ndërmend ta provoj që sot. Mbase e provoj në darkë. Deri nga darka besoj se do jetë zbutur pak.
Ndërkohë doja t'ju tregoja që ne në fundjavë bashkë me prindrit e Xhesit ishim në fshat. Do ju lë disa pamje që kam kapur atje, disa pamje të shkurtra, sepse nuk arrita të filmoja gjë, nga që atje ishte super shi. Dhe t'ju tregoj gjithashtu disa gjëra që Xhaxhi i Xhesit më dha mua nga gjërat e fshatit, që ne këtu na mungojnë shumë. Janë këto vezët e fshatit, që i kam akoma tek letra. Gjithashtu, diçka super e shishme që mendoj është salca e kosit më e mira që unë kam provuar. Në duket si gjalp, por kjo është një salcë kosi super e shishme, nuk e di domethënë. Unë kam gati, çukur e kam marrë çdo ditë që ha vetëm salcë kosi, por është shumë e shishme. Diçka tjetër që më dha ishte vaj ullirit, që është super vaj ulliri, ku ai vendi fshati që ne ishim, Çorrush, është vendi ku ulliri është gjatë gjithë kohës edhe vajin e kanë shumë të mirë. Gjithashtu edhe sallat jeshile, të cilën e kishin të mbjellë në baçe, por unë e kam futur në frigorifer dhe është mbushur plot sirtari. Tani na ndërpreu pak shoku im dhe është dhe pak më vonë. Pas 2-3 orësh, u mundova që të flija gjumë, por mua nuk më zë gjumi fare pas dite. Dhe nuk kam ngrënë asnjë gjë përveç atij lloj byreku të vogël që hëngra tek puna, edhe tani do përgatis. Pash në Pinterest një omlet që bëhet me vezë, domethënë dhe spinaq, por bëhet si tip roleje me djath guda edhe me prosciutton e pulës. Plus, mbani mend tek një video e kaluar që kam bërë ato kungulleshkat në furrë. Ato kungulleshkat, pjesët e të cilave si kam prerë mirë, unë i kam lënë në frigorifer. Edhe mendoj t'i pres të vogla dhe t'i bëj me kos edhe me hudhër, sepse i kam shumë qef edhe më shijojnë shumë. Kjo do jetë darka ime, plus mendoj të bëj edhe një sallat, por nuk e di, ja do t'i ha do të gjitha këto? Nuk e di, të bëj një herë këto të dyja që u thash, dhe të shikojmë pastaj se si do jetë bërë baklavaja, sepse po e shikoja edhe është zbutur goxha. Mezi pres ta provoj dhe të shikojmë se çfarë shije do ketë shije baklavaja normale, po që a doja kem dalë që të ketë dalë tamam siç duhet. Është edhe darka ime. Këtu kam omletën që kam bërë me spinaq, me prosciutto dhe djath, dhe këtu është kosi me kungulleshkat. Prap nuk i skuqa të gjitha kungulleshkat se më duken shumë, edhe aq vet jam, kështu që më mjaftojnë. Kështu që më bëftë mirë dhe shihemi pastaj. Doja t'ju tregoja një blerje që më erdhi tani ndërkohë që po përgatisja darkën. Po kthej kamerën dhe po ju tregoj pak se çfarë kam bler. Shikoni pak se çfarë kam këtu. Besoj se nuk e kuptoni nga që është e paketuar, por në fakt më ka ardhur shumë shpejt, në drekë kam bërë si porosi dhe më thanë që mund të vinte sot ose nesër dhe kur më morën në telefon më çudita. Kjo është një tripod
që unë e kam marrë, duke qenë se ajo që kisha marrë në Finland, në Temu, ishte kot fare, nuk mbante dot as telefoni, do më thënë ajo nuk mbante dot dritën e saj, sepse ishte shumë material i keq edhe nuk mbante dot pesha. Ky tripodi më doli në Instagram, nuk e kam faqe, nuk e kam follow këtë faqen e Connectës, mirë po kur e pash, ja tregova dhe Sergjës, edhe më thash që duket shumë e mirë. Plus që pyeta dhe atët faqes, i thash që unë e dua edhe për kamerën, jo vetëm për telefonin, edhe më tha që i mban që të dyja, do me thënë peshën e tyre e për balon, dhe në video dukej sikur ishte e fort, sikur është hekur. Të shikojmë tani se si do jetë edhe a do na bëj punë. Shpresoj shumë të na bëj punë. Ky ishte me ofertë, unë e mora 20, duket që është e mirë. Ky ishte me ofertë, nuk e di sa ishte çmimi fillestar, se nuk e kishin shënuar, por që vinte në këtë lloj forme, edhe shkon deri në 2 metra, më duket i gjatë. Ne deri në 1,70 na mjafton për gjatësinë që kemi. Kështu që ja. Besoj se zjatet akoma më shumë, por ta shikoj. Që nga goxha e fortë. Më thënë, nëse e vini në re, mezi po i hap këto këmbzat, dhe s'dua as ta prish, se sa e mora. Besoj duhet të hap edhe këtë tjetrën, që të zjatet. Sa të bukur! Tani mund të bëj video tamam. Ring lightin e kemi në Finland, besoj se për dritë ato e kemi mirë, kurse kjo na mjafton për të vendosur kamerën dhe për të vendosur telefonin. Unë do e bëj provën tani me telefonin, por nuk e di se ku e ka të kokën tani, që duhet të jetë telefoni. Njerëz, brenda te kutia ishte edhe kjo, se thash qa blerje pas kam bërë unë, që s'është edhe pjesa tjetër. Duket që është goxha e fortë, janë hekura. Tani unë për montimet e këtyre nuk është se jam shumë e zonja, se çdo lloj gjë që ka marrë për këto, mi ka montuar ose Sergja ose Jesi, por do mundohem. Ndërkohë mua më fto edhe Darka, duke u marrë me këtë, po që të bëjmë? Që të bësh YouTube edhe video, ka sakrifica, shikoni njerëz? Ja e gjetëm anën. Që nga goxha e fortë, tani nuk e di se si kthehet kjo. Nuk e di pse jam kaq e trash për teknologji, unë jam shumë e trash. Kullova më në fund. Është shumë i mirë, nuk e di. Ka goxha stabilitet, nuk lëkundet apo që ta marri pesha e telefonit. Edhe më pëlqen shumë. E vendosa tani telefonin, të shikojmë pak si mund ta kemi dhe për video, del super. Nuk e di, më pëlqen. Do e provoj dhe me kamerën, madje do ta vendos tani, që të shikoj se si do jetë edhe me kamerën dhe a do i bëj dot kollaj video. Premtova që do provojmë pak baklavan se si ka dalë para se të mbyll këtë vlogun. Unë hëngra edhe Darkën. Tani e kam këtu. E pash që ajo e ka përthithur të gjithë shërbetin. Jo plotësisht, por në përgjithësi e ka marrë të gjithë shërbetin. Nuk e di se si do t'jetë bërë. Unë i kam hedhur dhe ara nga sipër, sepse nuk e di, po më ishte fiksuar sikur nuk kam hedhur ara mjaftueshëm, por arsi se unë i kisha grirë që të gjitha, i kisha bërë që të gjitha për baklavan, edhe kur shikoj në fund, kisha gjysmat e arrave pa hedhur. Nuk e di pse më fiksuar sikur s'kam hedhur mjaftueshëm, madje më ka dalë dhe në ëndër, sikur merja copën e baklavas e hapja dhe shikoja që s'kisha shumë arë, nuk e di. Mendja ime. Tani ta marrim një copë dhe ta provojmë. Shikoni se si duket, nuk e di.
Më duket shumë e mirë, sikur edhe sherbetin e ka përthithur tamam siç duhet. Tani ta provojmë në shije. Nuk e di si do jetë në shije. Unë baklavan e ha me dorë, por tani përpara jush po marr një pirun dhe besoj se deri nesër pas nesër që është Bajram do jetë akoma më e butë. Se e shikoj që do akoma. Pjekjen e pas kam bërë super, se nuk më pëlqen kur baklavat janë shumë të pjekura sipër që të kenë ngjyrë kafe. Edhe arra paska, që nga keq. Se më ishte fiksuar sikur nuk ishte arra. Ta provoj tani. Është shumë e shishme. Por po ta shikoni këtu në mes, do përthithur akoma sherbet. Besoj se deri nesër do jetë fiks. Në fakt, ky ishte vlogu që unë kisha menduar për ju. Nuk është se kam bërë në një gjë të jashtëzakonshme, po këto janë ditët e mia të thjeshta këtu në Tiranë. Për ditëshmëria ime, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Dhe së pari uroj gëzuar festën e Bajramit për të gjithë besimtarët musliman dhe për të gjithë ata që e festojnë. Shpresoj shumë që t'ja kaloni sa më bukur me familjet tuaja, të përgatisni gjëra të mira, gjëra të shijshme. Unë nuk e di nëse festën e Bajramit do bëj këtu te shtëpia ime dhe të ftoj prindrit e Xhesit apo do shkoj unë tek ata. Nuk e kam diskutuar akoma këtë mendimin tim për të ardhur ata këtu, por do ta shohim tek vlogu tjetër. Ky ishte edhe vlogu për sot. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Natën.